Sahih al-Bukhari. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhën në takimin e radhës koment, shpjegim të haditheve të Imam Bukhariut. Jemi edhe me të në hadithin e 7 të kapitullit si filloi shpallja. Hadithin e cekëm në dersën e kaluar, i që ishte hadithi Abdullah ibn Abbasit nga Abu Sufjani, i cili tregon rrëfen për ngjarjen se si ka ndodhur, për një ngjarje interesante që ka ndodhur atina sa ishte ende jo musliman, ku përderisa ishte me një karavan tregtar në Sham, e ftoi mbreti Bizantin Herakliu në pallatin e tij dhe e bëri disa pyetje rreth pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tani, pasi që cekëm hadithin dhe përkthyem hadithin në pika të shkurtra, shkojmë flasim për komentin e këtij hadith, respektivisht të kësaj ngjarjeje shumë interesante. Për ta kuptuar më mirë këtë, të shkojmë tek historia e asaj kohe. Vlen të ceket se në kohën kur pejgamberi i Zotit është dërguar për pejgamber, alayhi salatu wassalam, dhe para dërgimit të tij si pejgamber, botën e ndanin në dy pjesë, dy perandori të mëdha të asaj kohe, siç është e njohur në histori. Perandoria persiane dhe perandoria bizantine. Perandorin bizantine në atë kohë e udhëheqte mbreti Herakli, i ndryshe quajtur edhe Heraklios, i cili e ka udhëhequr shtetin bizantin, shtetin e madh bizantin, nga viti 610 deri në vitin 641 të lindjes së Isaut alayhi salam. Në këtë kohë, kohën Mekase, kështë ndodhur luftrat më dha mes perandorisë persiane dhe perandorisë bizantine. Perandoria persiane kishte marrë rrëhav të madh kundër bizantinëve. Diku nga viti 608, 9, 10 e tutje. Dhe kishin filluar të okupojnë qytet pas qyteti, vend pas vendi, troje të perandorisë bizantine. Perandoria bizantine kishte pësuar humbje të një pas njëshme. E humbi Kudsin, pjesën e Irakut që kishte në pushtet, brenda pushtetit saj, e humbi Palestinën krejt, e humbi Egjiptin krejt, Afrikën Veriore krejt, e humbi Armenin, e humbi Azinë e vogël, e humbi Sirin, e humbi shumë troje perandoria bizantine, o të korr perandoria bizantine, deri në fund të vitit 621, apo në fillim të vitit 622, ku mbreti persian, i quajtur Kisra, me shtrinë e vetë, lërë që arriti t'ja marrë pjesën absolute të trojeve të perandorisë bizantine në Azi, krejt dhe në Afrikën Veriore, por arriti edhe ta rrethoj Konstantinopolin.
o të kur shumë perandoria bizantine. Në këtë kohë, perandor i bizantinëve ishte Herakliu, apo Heraklios, i cili qëndroi në pushtet nga viti 610 deri në vitin 641. Pra, një 12 vite para se më shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Deri mas dekës pejgamberit. Ky njeri konsiderohet Herakliu, këtu humbje pse i kë, por e se çfarë ndodh me tutje, me pas. Se dhe burrat e mëdhej pse në disfat. Ky njeri Herakliu konsiderohet, ishte me Ermen, mos të harroj, me origjinë Ermen. Konsiderohet prej mbretërve më të shkathët të perandorisë bizantine. Prej mbretërve që më së shumti ngriti shtetin e vetë bizantin. Edhe nga ana fetare, ishte shumë fetar, po edhe nga ana ushtarake, politike, ekonomike, ishte njeri i veçantë, shumë i mençur, shumë largpams, advetar, e fetar, e dinak, e të tjerë. Kishte tipare shumë të mira ky njeri. Vlen të ceket pa dash me dal prej temës, se sipas dhënave historike, në këtë kohë Herakliu ka kërku prej papës me dërgue misionar në Ballkan, tek ne këtu, në Maqedoni, në Kroaci dhe ti vende tjera të Ballkanit, për me ftu popujt e këtij vendi në krishterisë. Dhe në këtë kohë, në këtë periudhën e Herakliut, se që duket, shqiptarët e tonë dhe popujt në përgjithësi të Ballkanit, të asaj kohe, e kanë pranuar krishterizmin. Por me qenë se ka qenë të shëdimi tani nga historia, pa dash më kthy prap pej temës në temë kalu, me qenë se perandoria bizantine ishte ortodokse, këto vende kaluan përqafuan fenë ortodokse. Dhe popujt e Ballkanit, krejt pa përjashtim, kaluan në fenë ortodokse. Krishterë o fraksioni ortodoks. Mbreti Herakli, pra detyrue me u tërhiq, me i lëshue gjitha ato zona, Shamin e Madh, Egjiptin, në pjesë të madhe të Afrikës Veriore, në pjesë të madhe të Republika Sovjetike, se Armeninë të tjerë, Azinë e vogël, dhe o fut mrenda në qytetin, në mbyll në qytetin e Konstantinopolës. Kisra e rrethoi. Çka ndodhi? Ky me dinakrinë e vet arriti ta bind mbretin Kisra, ta bind që të bëjnë një marrëveshje. Cila është ajo marrëveshje? Pa thot, a bën që të tërhiqesh nga rrethimi i Konstantinopolës, përballë, me të dhanë para sa të dushti, ari, flori, argjend, rëbresha, sa të dush. Natyrisht, kjo ofertë i kanë bënë Kisra së mbretit persianëve. Dhe tha po, dhe kërkojnë numër më ramens. Tha, krejt ato i kam une. Ku i ki? Tha, i kam, ama kam një kërkes për teje. Orna, me ma leju mu që me dalën e pej qytetit Konstantinopolës, më fut në Azinë e vogël, pa në Turqi, dhe në disa pjesë të Shamit të fjala Siria, Jordanit e tjerë, sepse
në përkishat tona që i kena atje, këna më sheh pasoni. Dhe nuk e kam këtu, do të më shku me i marrë ato, me i mbledh, dhe me t'i pru. Më do të pak kohë, por të rri këtu, mbaj rrethin, të rrethuar qytetin, nëse une të duken se nuk jam i sinqert. Kjo afert e mashtrej mbretin Kisra. Dinak. Thanë rregull. Bon. I mlodhi parin e vetë. Dhe ju tha, o ju njerëz, punë të këtë që kena, ama dohet të bëjmë diçka. Unë po largona, po dalë, me një grupë ushtarësh. Nëse kthehem brenda një viti, vazhdoj të jem mbret i perandorisë bizantine. Ama nëse më shumë se një vit nuk kthehem këtu, ju jeni të lirë me zgjedh dikën të kanë dënë një ven meje. Mos rreni pa mret. Po dëni më mprit, pritno. Po s'dëni më mprit, jeni të lirë prej meje me zgjedh kanë dënë një mbret. Shqeqa atë dhe dashuria ku arrin. Atë dhe dashuria më madhe se sa dashuria për korrik për pas për fran. Ani pse nuk ka qenë musliman, por parimor, patriot. Që kjo është patriot? Që kjo është patriot? Krejt ata një zërë thanë, Zotë më sadhasht, deri sa ti është gjallëti, ti e mreti jonë. Edhe nëse kthesh mas 10 vjetë. Tha faleminderit, i morë ushtarët, doli. Kur doli kë, në vend se me shku me mbledh, me të bue arje, stalit ndryshme që kishte premtu mbretit persian, ky janë nisë mbledh ushtarë. Natyrisht populli është bizantin, po i okupuar nga persianët pagan. Ndryshe populli ishte bizantin, ishte në fin krishtere. Ishin tina populli. Ishin kishat, ishin morgjët, ishin priftat, ishin popullata, fshatarët, këtë ishin njerëz tina. Dhe kë shkon në janisë mbledh ushtarë. Edhe trajnon ushtarët, mbledh ushtarë, trajnon, mbledh djemtëria, i trajnon edhe bën, se kjo një numër kështë të vogël, por të shku fshat qytet, mbledh njerëz, dhe deri sa futet në Persi atje shkon. Hyn në pjesën e Irakut. T'jo hen atje luftën. Bëm një qytete, bëm një fshate, bëm një qytete, bëm një fshate, bëm një qytete, bëm një fshate, shkatëraj qytete, mujnë qytete, zërvën qytete, zëpën qytete, zërvën një fshate, të zgjeru, edhe po vjenën këtan dhe njësë me rikëthy shumë qytete. A kë kanë nuk përdin? Kë pepret, kër e mërvesh mbreti Kisra, se që kanë ndodhur qmendet. Ama qmendet. Por, o bovan. Kështu që kë nga viti 622, Gregorian, doli pej, ose në fund 621, ose në fillim 622. 2 varianta. Doli për Istanbulit, Konstantinopoljes, dhe vazhdoj të qëndroj larg në për ishmbërtërinë e tina, duke mbledhur ushtar, duke bërë luftë, deri në vitin 627 dhe atë në dhjetor të vitit 627 në qytetin Nineva të Irakut të satshëm, ku mbreti persian u kthytash me ushtrinë e vet për ta luftuar Herakliun dhe u ndeshën në Irak dhe bën një betejë e ashpër, ku fitimtar doli Herakliu. Mbreti Kisra u detyrua me ik thellë brenda perandorisë bizantine, ky u fluk për mas, derisa shkoi në kryeqendrën e tina Destagerd. Ja kupoi edhe kryeqytetin. Edhe atje, ajo detyrua me ik Kisra, edhe me lanë kryeqytetin, por e vrau biri i tina. E vrau biri i tina. E biri i Kisras
edhe ishte me meqen se baba i vetë, i dërgoj letër, apo delegacion, letën e për delegacionit, misionarëve ti, mbreti Herakli, dhe tha, a bën më të rhi këti, lipe me që ka dush. Vështë të ndërpejmë, të bëjnë i marvesh njarë pëshim. I dha shumë dharata, kej që ka kërkaj kë, dhe pajtuan më ndalë lufta, por vendet që i ka rikëthyje mbreti Herakli, respektive që kishtë zërpuar më herët mbreti Persian, me metë nën pushtetin e Bizantinëve, dhe ashtu u morën vesh. Mbreti Herakli, pra luftat përfunduan në vitin 628. Mbreti Herakli o kthye në vendin e vetë. Mas 6 viteve. 620 kishte dalë prej Konstantinopolës, o kthye tek paria vetë 628, vitin 628 pas 8 viteve, pas 6 viteve. Kur o kthye, e pritten me të pijat kuqe. Me preftrinje me qka ka ngritën kam, sepse është lëri vendin, sepse ja rikthej tokat e pushtuara dhe njëherë. Me lule, me kange, me bënën, e mbretve qishte, por e morri atë autoritetin e vetë më të madhë se çdo mbret tjetër. Në vitin 629, ky mbret u ndje bërçlin ndaj të madhit Zot, se Zoti ndihmoi. Kështu e trajtoi kë. Dhe tha, kam e shku në Kam, në Kuc. Në Kuc se sherif në Kam kam e shkue. Për ta falenderuar Zotin që na ndihmoi me rikthye këto vende edhe një herë. Gjatë udhëtimit tina për në qytetin e Kudsit, mbriti letra që kishte dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij mbreti. E çka është puna e kësaj letre? Pejgamberi alaihi salatu wassalam në vitin mas që shpërngul në Medinë, në vitin e 6 Hijri, kishte bërë një marrëveshje armëpëshim me krerët Mekas për 10 vite. Të nalet lufta. Po sa e bëri këtë marrëveshje dhe o siguru se nuk do të ketë luft për një kohë me Mekasit, filloi të bëj davet në forma tjera. Ndër ato forma tjera ishte edhe dërgimi i misionarëve me nga një letër tek mbretërit e rajonit dhe të botës të asaj kohe. I dërgoj letër mbretit Persian, mbretit të Jemenit, mbretit të Bahrejnit, mbretit të Egjiptit, mbretit të Bizantin me këto Herakliot. Se cilit mbret nga një misionar i cili dinte dhe gjuhën e tyne. Tek mbreti Herakli kishte zgjedhur Dihjetul Kelbi, një sahabi i bukorash i mençur, një njeri shumë i Zoti, i njohur tek sahabët. Por e kishte dërgu pejgamberi mas pari kishte thonë, ti ki me shkue të mbreti Bësras. Mbreti Bësras, si me thonë, është një koordinator, një vali i mbretit madh të këtij perandorisë bizantine. Shkon të mbreti Bësras, i thukit letër, jam i dërguari Muhamedit, du m'ja dërgua mbretit Herakli, dhe këta bën terminin me mbretin Herakli, dhe ashtu ndodhi. Kur mbriti tash letra e pejgamberit që lexuam hadithin në hadith, lexuam dersën e kaluar ku pejgamberi thret në Islam këtë, mbritja e të dërguarit pejgamberit me letër dhe ardhja e Herakliut në Kam, në Kuc, falënderim Zotit që ja rikthei tokat, ndodhet të njëjtën kohë, kur ky arriti në Kuc. Kur mori letrën e lexoi, atëherë o çudit me informacione asaj letre, dhe i tha Parizve, to ju njerëz, ma thërni, ma gjeni dikën se dintaj që imperadorin Bizantine ka arab, nga Meka, tregtar. Lypne këtu ku kanë perandorin ton arab, të Mekës, kapni mi beni këtu në pallat. Dhe dënë Zoti, ata në qytetin e Gazës të Palestinës,
hasin në Ebu Sufjanin me disa veta. Tregtar arab, ushtartë, edhe nga një jo pe Mekës. E janë me neve, ku pa na qani, mreti ju ka thirë në Koc. Dhe Ebu Sufjani pa di qa ka bat, detyrohet me grupin e vetë, me shoqërus të vetë, me shku në pallat të mreti. Dhe shqetsek ma ditën e kaluar, në koment shpjegim në hadithit, Ebu Sufjani pastaj tregon se hina në pallat aty, dhe mreti përpara, të djathtë parijatin, të majtë parijatina, përkthyse aty, edhe ky e pyet, thot kam të bëj disa pyetje për atë njeri cila shfaq të jo. Cila më afër me pejushat, unë jam, më afër me afro, më afër i tjetër në mrapa, e pastaj atë pyetje që ku më herët, i mos të përsërisim prap, ja bëre të gjitha atë pyetje. Kur ja bëre atë pyetje, pastaj lexoj letrën, o bën sa ka pejgamber. Dhe i tha Abu Sufjanit, nëse është shpëthuti, ai e pejgamber hak, dhe ka më ardhur këtu të unë. Për shtetit ti ka me arrit këto. Po të isha atje, ja kësha puth kamt, ja kësha la kamt. La ilaha illallah. Kje para. Dyta kër e lexoj letrën ai, përbën të letrës, o bënd hala më shumë. Por o bënd rëmuj atë, dhe la me kaqaj. Për më bind hala, që ka bëri kë? Për më bind hala, i shkëroj letre një mikët vetë që kishtë në Rom. Kur ka qenë në Rom, ka mësu me herët kë atje, shoqërus me te, i tha atina, intereson në për librat e vjetra të fesë tonë dhe fesë qifutë, librat vjetra, dhjatën e vjetër e trenë dhe librat tjera fetare. Interesohu atje në Rom. A thu ka ardhur koha për më arë një pejgamber dhe këto janë dhënat e ti, informatat që kam në për te. Dhe ai pas një kohë ja ktheu se po ka ardhur pejgamberi. Pas ka ardhur pejgamberi. Gjatë kësaj periudhe mbreti Herakli shkoj në Hims. Kur arritin Hims, pej Beitul Maqdisit, arritin Hims e arrit edhe letra përgjigja për ati shokit vet nga ana e Romës atje, se ai është pejgamberi i Zotit. Ky çka bani? O bind, por para se më bind këto, sa ishte në Beitul Maqdis, një natë, ky ishte edhe horoskop, astrolog, ishte edhe astrolog, e njihte astrologjin shumë bukur, njihte yjet. Një natë, i shikon yjet i vëzhgon, i vrejtan, yjet i vrejtan, dhe kupton se pas ka ardhur koha nëpërmjet yjeve, kupton pas ka ardhur koha, ka dalë një mret. Po mret e atyne që bëhen senet. Të nesërmen zgjohet i mërzitur, i brengosur, dhe shokët e vet e pyesin, dikush, e çfarë të mirën ke i nderuar? Në atë formën që kanë pyet ata, pse je kaq i mërzitur? Ky thot jam i mërzitur sepse kam pa ëndër, sepse kam vëzhguar e kam vrejtuar yjet pram dhe pash se që ka dërguar mbreti e atyne që bëhen senet. Pa kush bëhet senet e ju njerëz? Ata thanë kush bëhet seneta? Që futët bëhen senet? Por nuk ke nevojë të ekselenca juaj me u shqetësu shumë. Që futët janë millet i vogël, të shka përderdhën për andorin të në Bizantine, ke punë e lehtë është. Urdhërojti valitët tu në përvendet ndryshme dhe ku gjën që futë ekzekutojnë, dhe lehtë ke punë. Për derisa ishin këtë mahabet, erdhi letra e pejgamberit, erdhi misionari që ishte dërguar dhe thotë se kështu letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky e pyet, shokët e vet thotë, pa pyet në çat njeri që ka ardhur pe Mekës, pa pyet në bë, që ka ardhur pe Mekës, pe arabë, mos është i bën senet? Dhe i tha po, i bën senet. Dhe i tha, jo arab bëhen seneta? Tha po, në arab bëhen senet. Sepse arabët e kishin trashëguar senetin pe Ibrahimit, Ismailit a.s. E që dhe që fotet e kanë senetin. Të kështerët e kanë ndryshuar, e kanë pas senetin, e kanë hjekur, palja ka hjekur. Pali shajt që kanë këta, aja ka hjek senetin. Kështu shkruna për libra, historike, edhe fetare. Për ndryshat kështerët në parim, jenë bo senet, për ja ka hjek. Së të që t'jetë, thot arabon senet apo, tha qenë ka pe arabaj. Pas ta i shkan Hims. I vjen lajmi prej shokit vetë, se sa i njerin me këtë që nga pejgamber. Kështu që këtina i bënë të gjitha këtu informata. Së pari,
informacioni që edhe Abu Sufjani ishin shenja krejt se ajo është pejgamber. Informatat, përgjigje që edhe Abu Sufjani rreth pejgamberit treguan se është pejgamber, s'ka mundësi me qenë ndryshe. Në 2, letra, përbërja e letrës tregon se është pejgamber. Në 3, me astrologjia arrit me kuptu se është pejgamber. Në 4, shokëve të Rome se tregoj se fetarisht, sipas dhanave tona historike fetare, ka ardhur koha më shfaq pejgamber dhe kjo është pejgamber. 4 dëshmi argumenti bënin këtina se është pejgamber. Dhe kjo bënd që është pejgamber. Kjo bënd që është pejgamber. Andaj çka bën kjo? Deshi mos të pranë Islamin vetë, për të pranë këtë paria krishtere. Andaj në Hems im lodhën në parinë vet, urdhëroi ushtarët me mbyll dyrt dhe hypi vet në alt, strateg ka thonë, po më bojnë atë keq që këta, hypi në alt vet, në të farë, si me thonë qardak, dhe i drejtu po Paris vet aty. Generalave, patriarkaleve, njerëzve të mëdhej, tha, o ju njerëz, apo keni qef me qenë të shpëtuar në dënjatën e ahiret, apo keni qef me zgjat pushteti, apo keni qef me ruajt pushtetin, ata po, kush ka qef, atëre pra, pranën Muhamedin, bëhën musliman, ata o qmenden, që shumë muslimanna, që e ka thue, rëmu je ba, edhe turata me dal me ik, me shumë e gjlisin, në shani bojkoti, revolte, me bojkotu me gjlisin, por kjo kishtë ordhruar ushtarët me mbyll dyrt, me sfilan me ik, shumë i menqër kjo. I menqër për dunja, pas ka për ahiret. Dhe, kër e pa që dyrt mbylla, po dojnë me hap, s'pa mujnë, kjo tha ushtarë për isnaltit, këthemni me zarë, me këthemni, ja këthyn, dhe o hollin prapë thot, dëgjani njerëz. Qa po më rthejni? Po në, adim se jo thash kështu, mjaft testu juve imanin e ju, bindjen e ju karshit fest krishtere. Me kështu se janë sinqert. Kaq edhe kuptoha se që ikën e sinqert. Këta i përullen të tanë, në format e tyne që i përullen bretërve, dhe përfëndej këtë qështje. Pra, a i deshit bëhet musliman, o bënë se pejgamber është Muhamedi pejgamber, por nga frika për shtetit, nga frika se këta për revoltohen, ndoshta për shkarkojnë për mysin krejt, nuk ka bë musliman. E që subhanallah, ja që ka dhe me thonë kaderi Zotit. Po ta kishte pasëraj të shkrune me bë musliman, po të ishte bë Herakliu musliman, pastaj paria tina musliman, do të shimbër krejt perandoria bizantine musliman, dhe do të ishte sot ndoshta gjysmë e Evropës musliman, nëse jo krejt. Por, kështu pas kanë qenë caktimet e Zotit. Vlen të cekët se, thash, ky ju tha, Abu Sufjanit, si që pam në hadith, nëse fjalë tua janë të sakta të sinqerta, çaj njëri ka marrë të one këtu. Ka marrë të one. Pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, muslimanët sulmuan bizantinët, çliruan Shamin, Jordanin, Palestinën, Libanin, Sirin. Dhe në vitin 15 ose 16 hijri, nuk dihet sakt, pra 636 apo 637 Gregorian, Herakliu u detyrua ta lënte Shamin, Palestinën, edhe Sirin, dhe të tërhiqet drejt Konstantinopolës. Dhe me let në sy tha, lam të mirë, o i Siri, lam të mirë, nuk ka më bashkim dhe këthim pas ditës e sotme. Nuk ka kush që kthehet te ti nga bizantinët vetëm se i friksuar. Kështu dhe ndodhi. Kur më nuk erdhen bizantinët vetëm se të friksuar. Që nga letrat e dërguar të Herakliut, që dërgu letrat tina, dhe deri te largimi i tij nga Shami, kaluan vetëm 8 vite, e thuhet 10 vite. Pra, për kaq kohë shkurt, ara për shteti tina, erdhen muslimanët
dhe mbeti Islami në ato vende derisa dhe kësaj dite. I lartësuar është i madhi Allah, i cili kur dën të bëhet diçka bëhet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.